Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e kreut të shtetit Bujar Nishani, i cili kërkoi zgjidhjen e mosmarrëveshjes mes institucionit të presidentit dhe kuvendit mbi vendimin e muajit shkurt që shkarkoi Zana Xhukën si kryeinspektore të ILDKP-s dhe në vend të saj emëroi shkëlqim Ganajn. Në vendimin e zbardhur në faqen zyrtare, gjykata kushtetuese vëren se presidenti pretendoi zgjidhjen e konfliktit të kompetencave, ndërkohë që kuvendi në qëndrimin e tij ka parashtruar se votimi i shkurtit për shkarkimin e Xhukës synoi zgjidhjen e një situate të krijuar. Në këtë situatë, gjykata kushtetuese ja ka nënshtruar votimin të gjyqtarëve qëndrimin e dy institucioneve dhe duke qenë se 4 gjyqtarë votuan për mosqyrtim në themel të pretendimeve të presidentit, Sokol Berberi votoi për mungesë të juridiksionit të gjykatës kushtetuese dhe 4 të tjerë votuan për zgjidhje në themel të çështjes. Refuzohet kërkesa e presidentit. Në arsyetimin e vendimit, gjykata kushtetuese thonë se në kushtet kur gjatë votimit të çështjes votat u nda në mënyrë që asnjë përfundim i çështjes nuk arriti të votohej nga shumica e kërkuar, gjykata vlerëson se kërkesa duhet refuzuar. Në referim të nenit 74 të ligjit organik, refuzimi i kërkesës për shkak të mungesës së kurumit të nevojshëm të votave nuk përbën pengesë që kërkuesi të riparaqesë kërkesën në rast se krijohen kushte për formimin e shumicës së kërkuar, argumenton kushtetuesja vendimin në baza ligjore.